Momenti historik për Remzia Osmanin, shkpallët ambasadore e paqes në Shqipëri ndan momentin. Këngëtoja e dashur e muzikës popullore Remzia Osmani ka shënuar një nga momentet më të rëndësishme të karrierës së saj. Ajo është vlerësuar në Shqipëri me titullin Ambasadore e Paqes, një çmim prestigjioz që ndërton për kontributin e saj artistik dhe human. Remzia ka ndarë me ndjekësit fotot emocionuese kur shtie duke mbajtur në duar certifikatin e çmimit e rrezatuar dhe krenare për arritjen. Në Instagram ajo ka falendëruar organizatorët dhe publikun që kanë mbështetur në çdo hap. Ky vlerësim ka bërë bujë në rrjetet sociale ndërsa fansat e kanë përgëzuar për suksesin e radhës që e vendos edhe më lart emrin e saj në botën artistike shqiptare. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.